Mirëmëngjes nderuar teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24. Sot është dita e martë, data shënon 24 mars 2026, është dita 83 nga 365 të tilla. Dielli sot ka lindur në orën 5:38 minuta, ndërkohë që do të perëndojë në orën 17:57 minuta. Ne do ta nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e dytë me telefonatat. Në pjesën e tretë do të jemi me avokatin Alban Duraj dhe në pjesën e katërt më pas me motin dhe trafikun. Por fillimisht, si zakonisht, e nisim me shtypin e ditës me gazetën Panorama. Dosja Balluku, hetimet, GKK i hap rrugën SPAK. Zbërthehen telefonat. Provat e reja, gjykat e posaçme ka lejuar SPAK të vijojë me këshyrjen e celularëve dhe pajisjeve kompjuterike të sekuestruara në kuadër të hetimeve ndaj Belinda Ballukut dhe personave të tjerë të përfshirë në dosje. Vendimi hap rrugën për analizimin e komunikimeve me të dhënat elektronike që pritet të sjellin prova të reja dhe të rëndësishme për ecurinë e hetimeve. Detajet i gjeni në faqen 3 të gazetës Panorama të ditës sotme. Krye artikulli i Panoramës, pasuritë e fshehura dhe konfliktet e interesit, shkeljet ligjore të drejtoreshës së tatimeve Eri Linda Lala, vetting zbardh faktet e reja. ILDKP kalon në sit pasurinë e Petrit Malajt, prokuroria drejt nisjes së hetimeve për Ministrin e Financave. Në faqet 4 dhe 5, materiali i plot. Nga kartat për naftën te subvencionet dhe ndihma për fermerët, modeli grek për krizën, Greqia frenon çmimet me masa direkte për qytetarët. Në faqen 9. Për shkallëzimi i qëndresa në çdo cep të vendit, paralajmërimi i Berishës për protesta. Kompensimet, listat e reja me pronarët përfitues nga fondi i veçantë. Për gjithë ata që janë në pritje, në faqen 22 të gazetës Panorama ditës sotme gjeni një pjesë të listës së kompensimeve. Ndëshkimi i zgjimi i thellësive, poezia e Xhevair Spahiut që zemrojen verin. Tregu i nderit, rrëfimi i Namik Dokles që godet politikën dhe shoqërinë. Në faqet 12 dhe 13. Shohim dhe hapësirën opinion, drejt një ekonomie me fytyrë njerëzore, nga profesor doktor Arben Malaj në faqen 19 dhe Agim Nesho sjell po në të njëjtën faqe, ambasadori, mjerimi i një kryeministri. Ky është opinioni i fundit, njëkohësisht dhe titulli i fundit nga gazeta Panorama për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, ndërkohë që gazetën Panorama, gazetën më të madhe shqiptare, gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend, ne vijojmë me Telegraf. Skandali seksual në KLP, po kur të dhunon Kadiu, ku do ankohesh? Antari i KLP-s Olger Eminej përdor zyrën e drejtësisë për të shfryrë epshet, foto erotike, lodra seksi dhe ngacmime. Qytetarët presin përgjigje se si është e mundur që ambiente zyrtare të përdoren në mënyrë të tillë për epshet seksuale. Kush ka dieni për këtë situatë? Çfarë masash konkrete do të merren ndaj çdo personit përfshirë? Pse KLP ka heshtur gjithë këtë kohë, pasi kjo është një provë serioze për vetë funksionimin e institucioneve të drejtësisë. Në faqen 5, materiali i plot. Dy mashtruesit turq që po zhvasin floririn e mirditës. Kompania Tete Albania Tunnel and Mining, që shfrytëzon minierën e floririt në mirdit, po grabit pasurinë e nën tokës që u përket shqiptarëve, duke shkelur ligjin dhe mashtruar me bilancet, investimet dhe pastrimin e parave. Dy biznesmenët, Murat dhe Mustafa Ilbak, ndodhen në arrest shtëpie në Turqi dhe disa prej kompanive të tyre janë sekuestruar. Ata akuzohen për mashtrim financiar që arrin me miliona euro, ndërkohë që minatorët janë protest për kushtet dhe pagesat. Në faqet 8 dhe 9, materiali i plot. Titujt të tjerë, Kryeministri Rama, Shqipëria drejt rritjes së qëndrueshme ekonomike,
rritje të ardhurave rreth 32% e prodhimit të brendshëm bruto deri në 2030. Dosja Balluku GKO aprovon sekuestrimin e celularëve e kompjuterave në sit 5 oligarkët e besuar, 5 fishohen agjentët në hetime. Siguria ushqimore në alarm AKU si çerdhe nepotike anashkalon në rreziqet ushqimore. Shqiptarët konsumuan 4.1 milion vezë pa kontroll dhe datë. Në faqen 6. Frank Shkreli, ish drejtori VOA-s e antar i delegacionit parë të Departamentit Amerikan në Shqipëri. Kur historia trokiti nder, liria erdhi, po a u ndërtua shteti? Kujtime dhe emocione. Nga zbarkimi i delegacionit parë amerikan në Tiranë 20 mars 1991, hapja e ambasadës amerikane në Tiranë, takimet zyrtare deri tek dështimet e zgjatura të tranzicionit shqiptar, një reflektim për historinë dhe demokracinë. Në faqet 10 dhe 11. Opozita shqiptare Xhelal Mziu, shqiptarët në betejë të hapur për të rrëzuar narkoshtetin. Ish prokurori Beci, protestuesit nuk janë armiq që duhen azgjësuar. Gjykata Evropiane, sipas nenit 8 të saj, e çon deri në gjenocid sjelljen policore. Mjeku në familje, formula e re për trajtimin e tumorit të prostatës, kura popullore për lehtësimin e sklerozës, trompozës, si pasojë e tensionit lartë të gjakut, ulçerën dhe kolesterolin. Në faqen 14, materiali i plot. Kulturë dhe art, baritoni i shquar Ramiz Kovaçi nderohet në 95 vjetorin e lindjes në Akademinë e Shkencave mes familjarëve, personaliteteve të artit dhe ambasadës së Bullgarisë. Në faqen 13, materiali i plot. Këto ishin titujt kryesore dhe nga gazeta Telegraf për ditën e sotme. Ne do të vjojmë tani me një tjetër gazetë përditshme. Është radha e gazetës Dita, shohim titujt kryesor të saj për këtë të martë. Kryeministri, besimi në Zot dhe shkenca, nga Fatos Tarifa, një koment për fjalët e kryeministrit ton mbi nevojën për të besuar, thënë disa ditë më parë, teksa promovonte librin e tij në sofrën e hënës. Në faqet 6, 7 dhe 16, materiali i plot. Kryeartikulli i ditës: investigim dhe faksimile, matematika e turpit me kreun e BKH-s. Publikohet shkresa që dëshmon skandalin e pikëzimit, si u zgjodh kreu i BKH-s me listë të përmbysur. Joni Keta u renditi 6 nga 7 kandidat, por fiton garën ndaj atyre që kanë 24 pikë më shumë. Publikohet tabela përmbledhëse, fituesit dështon në shkrim dhe logjik, por shkëlqen në vullnetin e atyre që bëjnë përzgjedhje. Në faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Titujt të tjerë: mbi BKH-n dhe mëkatin fillestar, pse drejtësia e re duhet jetë e pastër si Qelibari, një investigim dhe analiza. Klasa politike që sot ndihet e kërcënuar nga SPAK, po përdor çdo mjet për të kundërsulmuar. Kur një institucion si BKH lind me një procedurë të komprometuar, ai i jep municion pikërisht atyre që duan ta shkatrojnë reformën. Në faqen 3, materiali i plot. Titujt të tjerë: reagimi, molotovët e dhunës dhe hileja e Sali Berishës me flamurin gjerman në protest. Ambasada e Gjermanisë reagon ashpër për atë që ndodhi në Tiranë. Dhuna është e papranueshme. Në brëndësi, vendet bosh që po i plotësojnë pensionistët. Përsa i përket vendeve të punës. Korupcioni me rrugët del vendimi për telefonat, vendimi i GKO-s. Rubrika e shëndetit: të miturit në Tiranë porosisin cigaret vape me shpërndarjen e rrjetit Wolt.
Si po përhapet pajisja elektronike me nikotinë dhe aromë të cilën nuk e marrin dot në dyqane. Mikroplastikat në trupin ton dhe ndikimi, si të mbrohemi. Qytet studenti aty ku lahesh ende me ibrik. Reportazhin faqet 12 dhe 13. Prej 25 vitesh, Parisi mbetet bastioni së majtës pas zgjedhjeve të fundit në Francë. Socialistët dhe aleatët e tyre kanë ruajtur kontrollin në qytetet më të mëdha të Francës. Në faqen 19, materiali i plot. Dhe me këtë titull e mbyllim këtu faqen e parë të gazetës Dita për ditën e sotme dhe zhvendosemi tani te një tjetër gazetë e përditshme. Është rradha e gazetës Sot, shohim titujt kryesor të saj për këtë të martë. Tentativ vrasje për ish ministrin e brendshëm të Partisë Socialiste. Çfarë ndodhi në takimin privat me Sali Berishës dhe Ervin Salianjit në Burg? Kush ja kërkoi ish deputetit të firmoste deklaratën se nuk do të vriste Fatmir Xhafajn. Dalin për herë të parë detajet nga biseda mes tyre. Në faqen 6. Dosje për SPAK, Jasi Belinda Balluku dha leje për park fotovoltaik për familjarët e varësve të saj, nga Blendian Dalipi, Ceno Klosi, deri te Maksimet Hemaj. Në faqen 9, materiali i plot. Analisti i zbardh pazaret e Sali Berishës me çështjen Balluku, kërcënohen deputetët e PD-s të Këshillit të Mandateve që të mos nxjerrin asnjë material nga dosja e ish-ministres. Fillon faza numër 2 për prangosjen e varëses Ramës. SPAK certifikon provat në GJKO për bandën e Ballukut, gati padjere, grupi strukturuar kriminal dhe korupcion për ish-zëvendës kryeministre. Në faqen 2, materiali i plot. Media austriake nxjerr informacionet e bujshme. Edi Rama, njeriu më i pasur në Shqipëri, zotron koleksionin më të madh të orave luksoze në vend. Ja kush është diplomati shqiptar që i plasi bombën kryeministrit. Në faqen 4, materiali i plot. Titujt të tjerë, Rama dërgon Peleshi në Gjermani të hap dyert e BE-s për Shqipërinë. Berlini asnjë lëshim për imunitetin e Ballukut. Negociatat janë bllokuar. Breshëri Molotovësh me flamuj gjerman në duar. Ambasada e Gjermanisë reagon ashpër për protestën e Partisë Demokratike dhe siluron Sali Berishën, i kërkon të distancohet nga dhuna. Selia Blu paralajmëron tubime në gjithë Shqipërinë. Rritja e pensioneve në tetor përfitojnë mbi 750.000 pensionistë. Eksperti e ekonomisë zbulon informacionet e fundit. IKMT e zhytur në abuzime me tenderat dhe afera me ndërtimet. Zbardhet auditi i KLSH-s. Borxhi shkon në 1 miliard lek. Njoftim. Nga data 1 prill 2026, çmimi i gazetës Sot do të jetë 50 lek. Me këtë njoftim e mbyllim edhe faqen e parë të gazetës Sot për këtë të martë. Do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e përditshme më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Trashin e larguan me SMS, Vllaznia i hap derën. Në Vlorë zbulohen prapaskenat për kapitenin, Ferko i shkroi, si e më i flamurtarit. Në Shkodër fërkojnë duart, Martini e do për kraun e majt të kuqebluve. Në faqen 7, materiali i plot. Krye artikulli i Panorama Sport. Kombëtari avuan golat, Hysaj dhe Laçi, të bëjmë krenar shqiptarët. Mbrojtësi dhe mesfushori flasin nga grumbullimi i kuqezimve. Përfaqësuesja e bën sefte, mungesa në stërvitjen e parë. Urban dhe Leva, e vështirë me Shqipërinë, na mjafton edhe një gol. Detajet nga kampi Kuqezi i gjeni në faqet 2 deri në faqen 4
të Panorama Sport ditës sotme. Editorial viti 2026 të editoriali 13 vjetëve më pas nga Besnik Dizdari. Elbasani Gvozdenović, tifozët na japin Energy Plus. Kryeqyteti, Tirana do 3 pikë në Vlorë, Demat me probleme në mbrojtje. Laçi frenon ritmin, Pogradeci kërcënon Korçarët. Analiza, java e 28 ndes kategorinë e parë, Kuksi lë 2 vendet e fundit, Myzeqeja në krizë. Në faqen 11. Titujt e tjerë, Kosova, Foda, shkruajmë historinë, ja e vërteta me planën. Trajneri i Italis Gattuso, Chiesa nuk ndihej gati, më duhet ta pranoj. Juventusi, milionat hedhura dëm, zgjedhjet janë problemi i zonjës. Reali, rikthimi i Vinit bën Madridin të fluturoj. Formula 1 Kimi, Sena është idulli im, dua të arri majat. Në faqen 15. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe sportive në vend, Panorama Sport, e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në Shqipëri, ndërkohë ne tani do t'i rikthehemi edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Dosja Balluku, hetimet, GKK i hap rrugën SPAK, zbërthehen telefonat. Provat e reja, gjykat e posaçme ka lejuar SPAK të vijojë me këshyrjen e celularëve dhe pajisjeve kompjuterike të sekuestruara në kuadër të hetimeve ndaj Belinda Ballukut dhe personave të tjerë përfshirë në dosje. Vendimi i hap rrugën për analizimin e komunikimeve dhe të dhënave elektronike, që pritet sjellin prova të reja dhe të rëndësishme për ecurinë e hetimeve. Në faqen 3, materiali i plot. Kryeartikulli i Panoramës, pasuritë e fshehura dhe konfliktet e interesit, shkeljet ligjore të drejtoreshës së tatimeve Rilinda Lala, veting zbardh faktet e reja. ILDKP kalon në sit pasurinë e Petrit Malajt, prokuroria drejt nisjes së hetimeve për Ministrin e Financave. Në faqet 4 dhe 5, materiali i plot. Nga kartat për naftën të subvencionet dhe ndihma për fermerët, modeli grek për krizën. Greqia frenon çmimet me masa direkte për qytetarët. Në faqen 9. Për shkallëzimi i qëndresa në çdo cep të vendit, paralajmërimi i Berishës për protesta. Kompensimet, listat e reja me pronarët përfitues nga fondi i veçantë. Për gjithë ata që janë në pritje, në faqen 22 gjeni një pjesë të listës. Ndëshkimi, zgjimi i thellësive, poezia e Xhevair Spahiut që zemrojen verin. Në faqet 14 dhe 15. Tregu i nderit, rrëfimi në Mikdokles që godet politikën dhe shoqërinë. Intervista, mesazhet e forta të shkrimtarit. Në faqet 12 dhe 13. Shohim dhe hapësirën opinion, drejt një ekonomie me fytyrë njerëzore, shkruan profesor doktor Arben Malaj dhe ambasadori Agim Nesho sjell në po të njëjtën faqe mjerimi i një kryeministri. Ky është opinioni i fundit, njëkohësisht dhe titulli i fundit nga Gazeta Panorama për ditën e sotme. Gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend, ndërkohë ne do të shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak me telefonata në studio. Publicitet.